Pas marrëveshjes së nënshkruar midis Italisë dhe Shqipërisë me një vlerë prej gati 1 miliard euro për menaxhimin e emigrantëve, kryeministri shqiptar Edi Rama kthehet në Rom për të takuar me Giorgia Melonin. Kryeministria kishte premtuar me një ton të prerë se qendrat për emigrantët të ndërtuara në tokën shqiptare do të funksionojnë, por ai model ka dështuar. Nuk është vetëm çështja e efektivitetit, për cilën domani mund zbulojë anomali të tjera midis agjentëve të riadesuar dhe strehimeve të papërshtatshme, por edhe një temë në pjesën më të madhe të heshtur, ajo që lidhet me krimin e organizuar në atë vend. Në heshtje shtrohet një pyetje: kujt i kemi dhënë 100 milionë euro para publike, të destinuara për mbikëqyrjen e jashtme, me cilin vend kemi nënshkruar një marrëveshje prej gati 1 miliard euro? Parashikohet një shpenzim minimal prej 650 milionë euro për 5 vjet. Kundërshtarët e qeverisë Rama, fshkues ndërkombëtar, një pjesë e së djathtës italiane e kanë quajtur në të kaluarën e afërt Shqipërinë një narkoshtet. A është ky përkufizim një egzagerim? Jo, përkundrazi. Grupet shqiptare filluan të trafikojnë marijuan për të kaluar më pas tek heroina, falmarrëdhënieve me mafien turke dhe në fund te kokaina, për cilën janë bërë ndërmjetës ndërkombëtar. Të ardhurat nga këto veprimtari u dhan grupeve shqiptare më shumë fuqi ekonomike dhe politike, të cilat kanë shumë ngjashmëri me ndragetën, që nga familjarizimi deri te kodet e rrepta të sjelljes, të bazuara mbi besën, ndjenjën e nderit dhe të fjalës së dhënë, nga aftësia për të infiltruar në indin ekonomiko-financiar deri tek ndikimi në sektorin politik administrativ. Kështu thot prokurori i përgjithshëm i Napolit, Nicola Gratteri, intervistuar nga autori i këtij artikulli për treguar hegemoninë ndërkombëtare të mafias shqiptare. Në Vila Pamfili do të zhvillohet takimi midis Ramës dhe Melonit. Është parashikuar nënshkrimi një marrëveshje strategjike globale që përfshin sektor si energjia, shëndetësia, mjedisi, mbrojtja, arsimi, inovacioni, migracioni dhe zhvillimi ekonomik. Fotografi zyre, fjala vlerësuese reciproke, edhe për të fshehur fushatën e dështuar të Shqipërisë. Një vit më parë hapeshin qendrat për emigrantët, pothuajse gjithmonë bosh, të dobësuara nga e drejta ndërkombëtare dhe të shndërruara në monumente të mëdha të shpërdorimit. Në fakt, në një rast, makina burokratike shqiptare ka funksionuar shumë mirë. Është rasti i agentit të riadesuar. Në projektin e dështuar të ngritur nga qeveria italiane në anën tjetër të Adriatikut, ishte parashikuar edhe një burg me 20 vende, një strukturë që ndodhet brenda kompleksit më të madh, i cili përfshin qendrën e ndalimit të kërkuesve të azilit dhe qendrën për riadesime, destinuar për ata që midis emigrantëve do të kishin kryer krime në zonën e konsideruar nën jurisdiksionin italian. Dhe tani përgjigjet për strehimet e papërshtatshme duke i qetësuar të gjithë. Askush nuk ankohet, sepse nëse ankohen, i riadesojnë.